Horoskopi ditor e martë 14 tetor 2025. Dashi. Sot energjia juaj është ngjitse, duke tërhequr vëmendje pozitive si në sferat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Marsi ushen ambiciet tuaja, duke nxitur lëvizje të guximshme drejt qëllimeve tuaja. Besojini instinkteve tuaja, ato po ju udhëheqin mirë. Në dashuri, natyra juaj e vendosur imagjeps ata përreth jush, duke e bërë atë një ditë të përsosur për thellimin e marrëdhënieve. Financiarisht ekziston një mundësi e papritur. Peshoni me kujdes opsionet para se të vazhdoni. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike, por balancojeni atë me momente pushimi. Takimet shoqërore do t'ju ngrejnë moralin, duke inkurajuar lidhje që mund të jenë të dobishme në planin afatgjat. Ndjekjet krijuese do të lulëzojnë, duke ofruar një perspektivë të re mbi sfidat me të cilat përballeni. Pavarësisht energjive të zjarrta, mos harroni të komunikoni hapur me të dashurit, duke nxitur mirëkuptimin. Fillimet e reja janë në horizont. Përqafojini ato me besim, sepse ato premtojnë rritje dhe të mësuar. Me yjet që shkëlqejnë fort mbi ju, kapeni ditën pa frikë, dashi. Demi. Dita e re sjell një ndjenjë stabiliteti ndërsa Venusi rreshtohet në mënyrë harmonike, duke rritur sharmin tuaj të lindur dhe energjinë toksore. Në dashuri gjeni kohë për të ushqyer marrëdhëniet tuaja dhe shikojini ato të lulëzojnë me gëzim. Edhe karriera juaj merr një shtys, ndërsa puna juaj e palodhur shpërblehet, duke fituar respekt dhe njohje. Financiarisht është një ditë për planifikim të kujdesshëm sesa për investime të rrezikshme. Do të gjeni ngushëllim në rutina, por jini të hapur për rregullime të vogla. Ato mund të çojnë në surpriza të këndshme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në praktikat e vetëdijes që ushqejnë si trupin ashtu edhe shpirtin. Kreativiteti rrjedh lirshëm sot. Kanalizojeni këtë në projekte personale ose hobi që rigjallërojnë shpirtin tuaj. Një mik ose antar i familjes mund të kërkojë këshillën tuaj të mençur. Ofrojeni bujarisht sepse do t'ju afrojë. Shijoni kënaqësitë e vogla, pasi ato do të kontribuojnë në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Përqafoni ritmin e butë të ditës, sepse ai mban premtimin e përparimit të ekuilibruar dhe lidhjeve të përzemërta. Binjakët. Sot ka të bëjë tërësisht me komunikimin dhe lidhjen. Me Merkurin që favorizon shenjën tuaj. Prisni biseda tërheqëse që stimulojnë mendjen tuaj dhe frymëzojnë inovacionin. Në vendin e punës, idetë tuaja tërheqin vëmendjen, duke ju pozicionuar si një udhëheqës. Në dashuri, shprehni ndjenjat tuaja hapur për të nxitur lidhje më të thella. Financiarisht është një ditë e mirë për të rishikuar strategjitë e buxhetimit dhe për të planifikuar investimet e ardhshme. Nga ana shëndetësore, aktivitetet mendore do t'ju japin energji, por mos i lini pas dore ushtrimet fizike për të ruajtur ekuilibrin. Shoqërisht, ju jeni shpirti i festës, duke tërhequr njerëz me zgjuarsinë tuaj karizmatike. Projektet krijuese fitojnë vrull dhe bashkëpunimet e premtuara do të jenë veçanërisht të frytshme. Një mundësi e re mund të lindë papritur. Përqafojeni atë, por sigurohuni që të vlerësoni të gjitha aspektet plotësisht. Bisedat me të njohurit mund të zbulojnë informacione ose mundësi të reja. Prandaj dëgjoni me kujdes. Kureshtja juaj është aseti juaj më i madh sot. Përdoreni atë për të eksploruar horizonte të reja dhe për të thelluar lidhjet personale dhe profesionale. Gaforria. Dita e re bën thirrje për reflektim dhe për të ushqyer botën tuaj emocionale. Hëna rrit ndjeshmërinë tuaj, duke ofruar njohuri të thella mbi ndjenjat tuaja dhe ato të tjerëve. Në dashuri, krijoni një hapësirë të sigurt për biseda zemër më zemër që forcojnë lidhjet. Profesionalisht, përdorni intuitën tuaj për të udhëhequr vendimet, pasi ajo do t'ju largojë nga grackat e mundshme. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive. Kursimi është më i mençur në ndikimin aktual planetar. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni te hidratimi dhe ushqimi i duhur për të mbështetur mirëqenien tuaj. Një ditë e qetë në shtëpi do të rimbush shpirtin tuaj. Kënaquni me aktivitete ose hobi ngushëlluese që sjellin paqe. Ndërsa është një ditë për meditim, mos hezitoni të kontaktoni miq të besuar për mbështetje ose këshilla. Të qenit i hapur ndaj ëndrave ose shenjave delikate mund të zbulojë informacione kyçe. Përqafoni botën tuaj të brendshme dhe dhuratat e saj, pasi ato kanë fuqinë për të transformuar sfidat personale në mundësi rritjeje. Luani. Vëmendja është e juaja më 14 tetor 2025, ndërsa dielli ndriçon karizmën dhe talentin tuaj krijues. Sot shfrytëzoni mundësitë për të shfaqur talentet tuaja, qoftë në punë apo në projekte personale.
Aftësitë tuaja udhëheqëse tërheqin admirim, duke hapur rrugën për përparim. Në dashuri ngrohtësia juaj nxit harmoninë, duke e bërë atë një ditë të përsosur për gjeste romantike. Financiarisht besoni në aftësinë tuaj për të marrë gjykime të shëndosha. Megjithse këshillohet kujdes në lidhje me shpenzimet e mëdha. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në ushtrime ose aktivitete shoqërore. Personaliteti juaj i gjallë tërheq njerëz interesant drejt jush, vlerësoni këto ndërveprime, pasi ato mund të çojnë në bashkëpunime të frytshme. Yjet inkurajojnë një qasje të gjallë ndaj sfidave, duke transformuar stresin e mundshëm në arritje të gëzueshme. Idetë krijuese lulëzojnë, duke ju ftuar të eksploroni përpjekje të reja artistike ose inovative. Përqafoni rolin tuaj si një fener pozitiviteti dhe shtytjeje, duke motivuar ata përreth jush dhe duke përforcuar ndjenjën tuaj të qëllimit dhe gëzimit. Virgjëresha. Agimi i ri paraqet një ditë organizimi dhe efikasiteti. Merkuri mbështet qasjen tuaj metodike, duke e bërë atë ideale për të marrë me detyra komplekse ose për të rafinuar rutina. Në vendin e punës, vëmendja juaj ndaj detajeve është e pakrahasueshme, duke ju fituar lëvdata dhe respekt. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga gjestet tuaja të menduara mirë, duke forcuar lidhje. Financiarisht është një ditë e favorshme për të rishikuar buxhetet dhe për të bërë investime të kujdesshme, duke pasur parasysh përfitimet afatgjata. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat të filloni një praktik pastrimi ose yoga për të ruajtur mirëqenien. Lidhja me individ me mendje të ngjashme pasuron jetën tuaj shoqërore dhe zgjeron pikpamjet tuaja. Kreativiteti lulëzon në mjedise të strukturuara mirë. Përdorni këtë energji për të avancuar qëllimet personale ose hobi. Mund të lindë një ofertë e papritur. Afrohuni me shqyrtimin tuaj të zakonshëm të plot për rezultatet më të mira. Natyra juaj e bazuar dhe mendja analitike ofrojnë qartësi dhe fokus, duke vendosur një themel të fortë për suksesin dhe kënaqësinë e ardhshme në aspekte të ndryshme të jetës suaj. Peshorja. Dita e re feston ekuilibrin dhe harmoninë, shenja dalluese të shenjës suaj. Venusi përzien pozitivitet, duke rritur sharmin dhe ndërveprimet tuaja shoqërore. Në dashuri, thelloni lidhjet përmes komunikimit të ndershëm dhe përvojave të përbashkëta. Profesionalisht, puna në grup çon në sukses. Prandaj bashkëpunoni me kolegët për zgjidhje inovative. Financiarisht, përshtatni shpenzimet tuaja me vlerat tuaja, duke shmangur shpenzimet impulsive. Nga ana shëndetësore, përpiquni për ekuilibër në dietë dhe ushtrime për të ruajtur vitalitetin. Ngjarjet shoqërore sjellin gëzim dhe zgjerojnë rrjetin tuaj. Përqafojini këto takime me zemër të hapur. Interesat artistike dhe estetike favorizohen, duke ofruar mundësi për vetëshprehje krijuese. Një bisedë e papritur mund të zbulojë një perspektivë të re, dëgjoni me vëmendje, pasi mund të nxjisë ide transformuese. Ekuilibri është çelësi sot, qoftë për të ushqyer marrëdhëniet, për të menaxhuar përgjegjësitë apo për të kujdesur për veten. Aftësia juaj për të parë anët e shumta të një situate sjell mençuri dhe paqe, duke pasuruar udhëtimin tuaj dhe ato të tjerëve përreth jush. Akrepi. Është një ditë me njohuri dhe transformime të thella. Hëna arrit aftësitë tuaja intuitive, duke ju udhëhequr përmes peizazheve komplekse emocionale. Në dashuri, zhytuni thellë në emocionet tuaja për të forcuar lidhjet dhe për të zbuluar dëshirat e fshehura. Në punë, aplikoni aftësitë tuaja analitike për të zgjidhur sfida enigmatike, duke hapur rrugën për arritje të rëndësishme. Financiarisht, merrni në konsiderat strategji afatgjata në vend të fitimeve afat shkurtra për stabilitet. Nga ana shëndetësore, balanconi eksplorimin mendor me aktivitetin fizik për të ruajtur harmoninë. Prania juaj magnetike tërheq njerëzit, duke inkurajuar lidhje kuptimplote dhe përvoja të përbashkëta. Idetë krijuese dalin nga thellësitë e psikikës suaj. Ushqeni ato me pasion dhe disiplinë për inovacion të jashtëzakonshëm. Jini të hapur ndaj transformimit dhe ndryshimit, pasi kjo ditë ofron mundësi për të ripërcaktuar rrugën tuaj. Përqafoni fuqinë brenda jush, duke u besuar instinkteve tuaja për t'ju udhëhequr drejt përmbushjes. Fokusi dhe përkushtimi juaj intensiv frymëzojnë ata përreth jush, duke krijuar një efekt valëzues të ndryshimit pozitiv. Shigjetari. Dita e re fton aventura dhe eksplorime në çdo aspekt të ditës suaj. Ndikimi i Jupiterit ju shtyn drejt horizonteve të reja, duke ndezur kuriozitet dhe ide krijuese. Në dashuri, përqafoni spontanitetin dhe përvojat e përbashkëta për të thelluar lidhjen.
Profesionalisht, kërkoni mundësi për të mësuar ose udhëtuar që zgjerojnë aftësitë tuaja. Financiarisht, investimi në arsim ose sipërmarrje të orientuara drejt rritjes premton përfitime afatgjata. Ruani shëndetin duke balancuar aktivitetin fizik me relaksimin për të shfrytëzuar në mënyrë efektive energjinë tuaj të bollshme. Ftesat shoqërore paraqesin shanse për pasurimin e përvojave dhe lidhjeve. Pranojini ato me entuziazëm. Ndjekjet artistike lulëzojnë në mentalitetin e sotëm të gjerë, duke ofruar rrugë të reja për shprehje. Kërkoni një mundësi të papritur që përputhet me shpirtin tuaj aventuresk. Përqafojeni atë me besim pas një shërtimi të kujdesshëm. Pikpamja juaj optimiste dhe gatishmëria për të eksploruar të panjohurën hapin dyert për shtigje emocionuese, duke fuqizuar marrëdhënie dhe ndjekje si personale ashtu edhe profesionale. Britsjapi. Dita e re nënvizon zellin dhe këmbënguljen, cilësi të lindura në natyrën tuaj. Saturni udhëzon fokusin tuaj drejt përparimit të qëndrueshëm, duke siguruar që përpjekjet tuaja të japin fryte. Në vendin e punës, qasja juaj e disiplinuar shkëlqen, duke fituar respekt dhe duke hapur rrugën për mundësi të ardhshme leadershipi. Në dashuri, durim dhe mirëkuptim ushen lidhje të thella dhe rritje të ndërsjellë. Financiarisht, është një ditë për planifikim të kujdesshëm. Rishikoni investimet me një sy drejt stabilitetit. Sa i përket shëndetit, strukturoni rutinën tuaj për të përfshirë si pushimin ashtu edhe aktivitetin për mirëqenie holistike. Ndërsa përsosmëria profesionale është shenja juaj dalluese. Energjitë e sotme ju inkurajojnë gjithashtu të lidheni përsëri me familjen dhe miqt. Projektet krijuese favorizohen, veçanërisht ato që kërkojnë angazhim dhe punë të orientuar drejt detajeve. Këshilla ose mentorimi papritur mund të paraqiten. Konsiderojini me kujdes pasi mund të mbajnë qelsin për kapërcimin e sfidave aktuale. Rezistenca dhe vizioni juaj strategjik ofrojnë një bazë të fortë për sukses dhe përmbushje afatgjat në të gjitha përpjekjet. Ujori. Mirë pret inovacionin dhe lidhjen sociale, me uranin që ju inkurajon të hapni terren të ri dhe të eksploroni territore të panjohura. Në karrierën tuaj, përqafoni qasje jo konvencionale për zgjidhjen e problemeve. Ato mund të çojnë në përparime. Në dashuri, festoni individualitetin brenda partneriteteve për një marrëdhënie të lulëzuar. Financiarisht, merrni në konsiderat investimin në teknologji ose sipërmarrje futuriste për potenciale rritjeje. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Nga ana sociale, jeni në qendër të një rrjeti emocionues, duke tërhequr individ të ndryshëm me qëllime të përbashkëta vizionare. Kreativiteti është në kulmin e tij. Kanalizojeni atë në projekte kolektive që sfidojnë normat dhe frymëzojnë të tjerët. Një mundësi e papritur mund të dalë nga një burim i papritur. Kapeni atë me mendjen tuaj të hapur. Gatishmëria juaj për të përqafuar ndryshimin dhe për të sfiduar status quo është forca juaj. Duke ndriçuar rrugën për të tjerët dhe duke përmirësuar udhëtimin tuaj në mënyra të thella dhe transformuese. Peshqit. Këtë ditë peshqit nxjerrin në pa dhe mshurinë dhe kreativitetin, me Neptunin që forcon natyrën tuaj empatike. Në dashuri, nxitni lidhje më të thella përmes shprehjeve të sinqerta dhe ëndrave të përbashkëta. Profesionalisht, lejoni që intuita juaj të udhëheqë strategji inovative që rezonojnë me qëllim dhe empati. Financiarisht, afrohuni me vendimet me kujdes, duke u përqendruar në stabilitetin afatgjat. Sa i përket shëndetit, prioritizoni aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si meditimi ose ndjekjet krijuese. Ndërveprimet shoqërore ofrojnë përvoja pasuruese. Megjithse mund të dëshironi të tërhiqeni, lidhjet japin njohuri të habitshme. Aftësitë tuaja artistike lulëzojnë, duke e bërë atë një ditë ideale për projekte krijuese që lejojnë shprehjen emocionale. Një takim i papritur mund të ofrojë frymëzimin që kërkoni. Thithni mësimet e tij për të përfituar zhvillimin personal. Përqafoni botën tuaj të brendshme, pasi pasuria e saj ofron mençuri dhe ripërtëritje, duke ju udhëhequr gjatë kësaj dite me hir dhe depërtim. Besoni në fuqinë e ëndrave dhe intuitës për të zhbllokuar potencialin tuaj të plot dhe për të lundruar në sfidat e jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.